Ajo video u transmetua pasi u manipulua, u falsifikua në një paftyrësi ekstreme, sepse që të marrish përsipër, të manipulosh një dokument kur bëhet fjalë për kryeministrin e vendit, tregon se je i zhveshur nga çdo normë morale. Tregon që konstantja jote është e atij që e bën këtë, është vetëm paftyrësia dhe gazetarët e tillë nuk ka. Këtë e kanë bërë me urdhër. Ky është urdhri i Edi Ramës dhe unë disponoj siç disponoja faktet që është manipuluar video, siç denancova manipulimin e videos, dhe ata të dy më dukeshin fatkeq, ata dy djemt e Çakallit më dukeshin fatkeq, ç'është e vërteta, a mund ta apo? Sepse aty u kishte dhënë Çakalli fiksi me urdhër të Edi Ramës. Kjo është e vërtetë. Në rast se kjo bëhet nga kryetari i opozitës për kryeministrin, imagjino se ç'mund të bëj gjembën ky person qytetarëve të vendit. Imagjino ti se çfarë shkatërrimi përfundimtar u bën ai mediave të vendit. Top Channel është një kundërshtar i Sali Berishës dhe unë absolutisht vlerësoj çdo kundërshtar. Më ke dëgjuar ti mua të bëj nofka ose të citoj ndonjëherë emrin e drejtorit të Top Channelit? Jo, as kam për të marrë kurrë me te. Dhe Top Channel është i autorizuar nga unë të bëj çdo ditë editoriale kundra meje, edhe absolutisht do të respektohet. Por Top Channel dhe as ti media në botë nuk mund të bëj manipulime me të cilat u tentuat direkt të lidhej kryeministri i vendit me një gjë që s'kishte asnjë lidhje. Po ai ishte një akt shumë i shëmtuar, për të cilët unë nuk bëj përgjegjës gazetarët. Jo, bëj përgjegjës atë që dikton aty si një padron. Dje dhe sot ka ndryshuar faktimi i manipulimit të ulët që u bë videos. Kjo është ndryshimi substancial, ti je i sigurt. Por nëse ti përdor media pastaj për të manipuluar si hanxhar, ti e kthen atë nga mjet informacioni në një hanxhar krimi. Pse manipulon gjërat ti? Ti jepi ato dhe s'po ta kërkon kush kur burimin, po manipulim mos bëj. Po e manipulove, ti e kthen në hanxhar krimi atë. Nuk është me media ajo. Ajo është hanxhar që do të vras moralisht, ose do të vras politikisht, ose do të... Nuk të likujdon, sepse Vala nuk likujdon fizikisht. Ata mos e bëj. Kështë keqardhja ime për mediat, nuk është keqardhje këtu. Unë e kam falënderuar dje me sinqeritetin më të madh dhe kam qenë shumë i sinqert në falënderimin tim. Absolutisht. Pse? Pa e meritonte falënderimin. Më nderoj. Dëshmoj, si ç'është kaq. Nuk mund të kem keqardhje kur kundërshtari gabon, jo pa jo. Nuk kem për të dhënë këshilla kundërshtarit unë.